Horoskopi ditor, 29 janar 2026, Dashi, sot është një ditë fantastike për të dalë, për të takuar me miqt ose për të biseduar me njerëz që kanë të njëjtat ëndra si tije në një periudhë ku idetë e tua pëlqejnë shumë nga të tjerët. Pikat kryesore për sot: socializohu, mund të marrësh ftesa për festa ose takime. Shfrytëzoje këtë kohë për të krijuar lidhje të reja, networking, sepse mund të hapen dyrë të rëndësishme. Fol për problemet, nëse të mundon diçka, fol me dikë. Kur i thua gjërat me zë të lartë, do ta kuptosh që problemi nuk është aq i madh sa mendon dhe do të gjesh zgjidhje më shpejt. Dashuria, mbaj veshët hapur. Dikush mund të shprehë ndjenjat sot ose mund të marrësh një kompliment që nuk e prisje. Krijimtaria, je plot ide unike. Nëse merresh me art apo punë që kërkon imagjinat, sot do shkëlqesh. Një këshill e vogël: sot mos u merr me gjëra që duan shumë përqendrim te detajet apo llogari matematike. Je pak me mendje në njerëz dhe mund të bësh gabime të vogla nga pakujdesia. Lëri punët e rënda për një ditë tjetër dhe shijo shoqërinë. Demi. Për ty Demi, kjo është një ditë shumë e fortë ku sharmi yt në publik dhe në punë do të shkëlqejë vërtet. Do ta vësh re se njerëzit janë shumë të gatshëm të mbështesin planet e tua dhe thjesht të ecin pas teje, prandaj do të ndihesh shumë mirë me veten dhe me atë që po arrin. Është koha perfekte për të lidhur me të tjerët dhe për të biseduar, sepse diskutimet për karrierën apo drejtimin që po merr jeta jote nuk do të jenë vetëm interesante, por edhe shumë të vlefshme për të ardhmen. Sot do të dish të sjellësh ngrohtësi në mjedisin e punës dhe do ta kesh më lehtë të gjesh balancën mes jetës private dhe asaj profesionale. Diplomacia do të jetë arma jote më e fortë. Sidomos nëse tregon sinqeritet në çdo gjë që thua. Nëse keni ndonjë marrëveshje për të negociuar, bëjeni, por mos harroni se disa detaje të vogla mund të kenë nevojë për rishikim pak më vonë. Gjatë ditës mund të humbasësh pak në ëndërrime, por mos u shqetëso, sepse është një arratisje e këndshme nga rutina e përditshme që do të shlodh mendjen. Binjakët, hëna do të kaloj pjesën më të madhe të ditës në shenjën tënde, i dashur binjak, dhe kjo do të bëjë që të gjithë sytë të jenë të ti. Sot ke fuqinë ti frymëzosh dhe ti bësh për vete të tjerët me idetë e tua. Madje një informacion që do të ndash mund të ndihmojë dikë në mënyrë të jashtëzakonshme. Merkuri dhe Venusi janë në sinkron të plot me shenjën tënde, duke të dhënë një vështrim optimist drejt së ardhmes. Mund të gjesh dashurinë ose të përjetosh kënaqësi të veçanta jashtë rutinës tënde të zakonshme. Bashkëpunimi me të tjerët në projekte krijuese do të jetë shumë i mirëpritur dhe i suksesshëm për ty. Edhe pse më vonë gjatë ditës do të ndjesh nevojën për pak privatësi, energjia e sotme është perfekte për të mësuar gjëra të reja nga bisedat që bën dhe për të krijuar lidhje që do të vlejnë shumë. Do të fitosh një perspektivë krejtësisht të re për një çështje që të intereson dhe do të ndihesh mirë duke eksploruar mundësitë e tua. Sot i ke të gjitha letrat e forta në dorë, prandaj shfrytëzoje momentin. Gaforia, sot, rreshtimi i Merkurit me Venusin do të ndihmojë të hapesh më shumë me të tjerët dhe do të shohësh që njerëzit do të bëjnë të njëjtën gjë me ty thjesht duke dëgjuar eksperiencat e tua të sinqerta. Je në gjendje të diskutosh për financat ose për marrëdhëniet e forta pa asnjë lloj pasoje dhe mund të gjesh zgjidhje për probleme që deri dje të dukeshin shumë të komplikuara. Dashuria në çift mund të forcohet akoma më shumë nëse ndan diçka personale dhe intime me partnerin tënd. Mbaj parasysh që çdo premtim apo ide e re që lind tani mund të ketë nevojë për pak më shumë vëmendje te detajet pak më vonë. Edhe pse në fillim do të jesh më shumë i mbyllur në mendimet e tua. Gjatë ditës vëmendja jote do të kthehet nga njerëzit dhe bota jashtë. Kjo është një ditë shumë e mirë për të dhënë këshilla, për të mësuar të tjerët apo për të ndarë ide, pasi mendimet i ke më të qarta se zakonisht dhe pikpamjet e tua do të mirëpriten nga të gjithë. Në fund të ditës, hëna hyn në shenjën tënde dhe ti do të dalësh plotësisht nga guaska jote. Luani, sot është një ditë shumë e këndshme për të shprehur pikpamjet e tua ose ndjenjat që ke për dikë, i dashur Luan.
Je jashtëzakonisht i hapur për të dëgjuar se çfarë thonë të tjerët dhe ke atë aftësinë e veçantë për të kuptuar edhe ato që ata nuk i thonë me zë. Ndodhesh në një pozicion shumë të favorshëm për të arritur një marrëveshje ose për të bashkëpunuar ngushtë me partnerin apo me një mik special. Sot ke fuqinë t'i lësh mbres kujtdo që takon, por edhe dikush tjetër ka gjasa të bëjë të ndihesh vërtet mirë. Është koha ideale për negociata, sidomos në takime kokë më kokë, pasi je shumë i sjellshëm dhe mirë kuptues. Gjë që do të kthehet mbrapsht nga të tjerët me të njëjtën monedhë. Je në një pozicion force në marrëdhëniet e tua të ngushta dhe mund të mbyllësh një marrëveshje apo të arrish në një përfundim të drejtë për të gjithë. Më vonë gjatë ditës do të ndjesh nevojën për të tërhequr pakës nga shurma, pasi agjenda jote do të kërkoj të rifitosh energjitë dhe të sqarosh ndjenjat e tua më të fundit. Virgjëresha, për ty virgjëresh, dëshirat e tua mund të ndikojnë pak në mënyrën se si i sheh gjërat në marrëdhëniet e tua, duke të bërë që her pas here të rrotullohesh rreth e rrotull pa dalë te pika kryesore. Megjithatë, në përgjithësi do të ndihesh mirë me njerëzit që të rrethojnë dhe do të jesh i gatshëm t'i shohësh të dyja anët e medaljes. Nëse ke qenë në pritje të një mesazhi apo lajmi nga dikush special, ka shumë gjasa që ai të vijë pikërisht sot. Edhe në punë, nëse tregon pak më shumë shoqërueshmëri, mund të hapen dyrë dhe mundësi të reja. Rutina jote e përditshme po bëhet gjithmonë e më e rëndësishme dhe ndonë se sot mund të mos jesh shumë produktiv në punë të rënda. Ana jote sociale do të ndihmojë shumë. Gjej kohë për të ndihmuar të tjerët sepse idetë e mira po qarkullojnë kudo, duke përfshirë edhe të tuat. Më vonë gjatë ditës do të ndjesh nevojën për të çliruar nga presioni dhe për të shijuar pak kohë me miq. Peshorja, pritshmëritë e larta ndaj të tjerëve ose rrethanave mund të shgënjejnë pak sot nëse nuk tregon kujdes, i dashur peshorja. Mundohu të mos bazohesh verbërisht te diçka që në zemrën tënde e di se nuk është shumë realiste ose e arritshme për momentin. Megjithatë, sapo ti marrësh gjërat me qetësi, do ta kesh shumë të lehtë të shohësh anën e këndshme dhe pozitive të çdo situate që do të dalë përpara. Një humor i lehtë dhe lojcak do të shoqërojë gjatë gjithë ditës, duke i bërë miqësitë e tua të duken jashtëzakonisht të ngrohta dhe lidhjet romantike shumë më miqësore. Njerëzit do të tërhiqen pas teje në mënyrë natyrale dhe do të bien në sy shumë më tepër se zakonisht. Sharmi yt është në kulm, sidomos kur bëhet fjalë për idetë e tua krijuese, batutat dhe inteligjencën që tregon në çdo bisedë. Do të jesh më diplomat se herët e tjera dhe do të dish t'ia vlerësosh vlerat dhe kontributin dikujt që është vërtet special në jetën tënde. Akrepi, hëna do ta kaloj pjesën më të madhe të ditës duke të bërë të reflektosh mbi ndjenjat e tua më të thella, por më vonë vëmendja jote do të kalojë te planet e mëdha dhe ana jote shpirtërore. Në pjesën e parë të ditës do ta kesh shumë të lehtë të merresh vesh me njerëzit e tu të dashur, pasi je shumë i hapur për të ndarë mendimet dhe hapësirën tënde me ta pa dorashka. Mund të kalosh momente shumë të bukura duke krijuar kujtime të reja ose duke ndarë diçka të jetë personale me një audiencë që di të dëgjojë me vëmendje. Është gjithashtu një kohë shumë e mirë për të negociuar me familjarët për çështje që kanë të bëjnë me shtëpinë apo mbarvajtjen e punëve tuaja të përbashkëta. Sqarimi i ndjenjave do të jetë i suksesshëm dhe do të ndjesh një kënaqësi të madhe që dikush afër teje të kupton dhe të mbështet vërtet. Gjithashtu, ekziston një mundësi e madhe që të marrësh më në fund atë lajm që po e prisje prej kohësh dhe që do të qetësojë shpirtërisht. Shigjetari, sot është dita perfekte për të sqaruar gjërat me dikë dhe për të hequr çdo dyshimi, i dashur shigjetar, sepse të folurit hapur do të sjellë një perspektivë të re dhe shumë lehtësim. Bisedat me të tjerët do të jenë shumë të kujdesshme dhe të sinqerta, gjë që do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve tuaja. Megjithatë, bëj kujdes dhe mundohu t'i mbash pritshmëritë brenda kufive të reales që të mos zhgënjehesh pa nevojë. Do të jesh në një humor shumë miqësor dhe ka shumë gjasa që të marrësh lajme pozitive për një çështje që e ke pasur merak.
Me rreshtimin e Merkurit dhe Venusit, fjalët e tua do të kenë një fuqi të madhe për t'i bërë njerëzit për vete dhe për t'i frymëzuar ata në projekte të reja. Edhe pse mund të arrish shumë përmes komunikimit të drejtë për drejtë, bëj pak kujdes me marrëveshjet që mbyll sot, sepse disa detaje të vogla teknike mund të kenë nevojë për vëmendje shtesë pak më vonë. Britsjapi, humori yt do të jetë shumë i qetë dhe miqësor gjatë gjithë ditës, sidomos nëse vendos ta pranosh pasigurinë si pjesë të procesit tënd të rritjes. Merkuri dhe Venusi do të ndezin biseda shumë interesante që lidhen me nevojat dhe dëshirat e tua, duke të bërë të reflektosh mbi atë që vlen vërtet për ty. Diskutimet për financat dhe parat mund të rezultojnë shumë fitimprurëse dhe do të kesh një dëshirë të fortë për të gjetur një rrugë të mesme që kënaq të gjitha palët. Aktivitetet që të falin rehati dhe një ndjesë i sigurie do të jenë prioritet dhe do të ndihesh më së miri nëse punon për një qëllim specifik që e ke shumë për zemër. Je në një fazë shumë shoqëruese dhe njerëzit do të reagojnë pozitivisht ndaj gjithçkaje që ke për të thënë. Edhe pse disa detaje do të duhet t'i sqarosh rrugës, je në formë të shkëlqyer për të eksperimentuar me ide të reja dhe për të bërë përparim të rëndësishëm. Ujori, Merkuri dhe Venusi rreshtohen sot në shenjën tënde, i dashur ujor, duke bërë që çdo gjë që thua dhe çdo veprim që kryen të ketë një ndikim të jashtëzakonshëm te të tjerët. Është koha të bësh gjithçka që mundesh për të lënë përshtypje sa më të mira, ndonse sharmi yt natyral do ta bëjë këtë punë pa u sforcuar fare. Të tjerët po të vëzhgojnë me admirim, jo vetëm për pamjen, por edhe për zgjuarsinë, mpretësinë dhe mënyrën se si i percepton gjërat. Është një ditë shumë e fortë për të fituar mbështetjen e njerëzve dhe shumë prej tyre do të kërkojnë me ngulm mendimin tënd për çështje të rëndësishme. Diskutimi për një marrëdhënie ose reflektimi më i thellë mbi hapat e ardhshëm do të jetë shumë tërheqës. Por mundohu t'i mbash gjërat sa më të lehta për momentin. Ke një tendencë për t'u dhënë pas fantazive më shumë se pas realitetit, ndaj shijoje imagjinatën tënde, por bëj kujdes të mos marrësh vendime që të lidhin për një kohë të gjatë. Peshqit, energjitë e sotme të favorizojnë shumë nëse kërkon të arrish kompromise, të negociosh apo t'u japësh një energji të re misive të tua që mund të ishin ftohur pak. Megjithatë, mbaj parasysh se shumë procese po ndodhin brenda teje dhe mund të mësosh një sekret ose të kesh një bisedë shumë konfidenciale për një çështje private. Idetë i ke të shumta dhe shumë të bukura, por ndoshta nuk je ende gati që t'i ndash me botën e jashtme. Bisedat dhe mendimet për të kaluarën, sidomos ato që lidhen me miqësitë apo dashuritë e vjetra, mund të jenë shumë frymëzuese sot. Trego durim me veten dhe mos u nxito të zbulosh shumë gjëra para kohe. Shijoje këtë fazë të pjekjes së ideve në qetësi. Nga ana tjetër, tërheqja romantike do të jetë shumë aktive, por në një formë më të qetë dhe diskrete. Edhe pse mund ta kesh pak të vështirë të përqendrohesh te punët e lodhshme, mos e streso veten, por lejoje mendjen të bredh lirisht në kërkim të paqes, idhin për një kohë të gjatë.